infrastrukturë në këto 4 vjet nuk është bërë. Nuk kuptoj vetëm rrugët, kuptoj edhe portet, aeroportet që keni marrë përsipër në programin e parë. Dhe ajo që për mua është më e rënda për një ekonomi në zhvillim që nuk zhvillohet vetëm nga parat e zeza, janë dhe investimet e huaja. Siç keni 0 projekte në infrastrukturë, keni edhe 0 investimet. Keni 0 investimet tuaja zotin. Më thoni, dakord. Po kemi vitin më të madh në investimet tuaja. Më thoni Po ç'është kjo, po janë shifra. Shiko, po nuk janë shifra, pse do hyjmë në shifra, dhe shifrat i keni manipulative. Më thoni ju personalisht si kryeministri i këtij vendi 4 vjet, një investim të huaj, minimumi 5 milionë euro, nuk po e marr më shumë, që ka hyrë në Shqipëri këto 4 vjet. Po një më thoni. A keni një? Po më thoni një më zotin Rama. Është shumë është ofendim inteligjencës time kjo dhe unë nuk du të bëj debat. Atëherë, nëse s'keni përgjigje, unë them që nuk ka asnjë zoti Ferziu. Jo. Investim të huaj domethënë shifra në Shqipëri nuk ka asnjë investim të huaj në 4 vjet. Dhe po ju them dhe shifra prej 940 milion dollarësh, 400 milion